Bashkëbisedojmë anëtarin e Këshillit Bashkiak të Durrësit, Joni Mushketën, të përshëndes. Përshëndetje, vjen sepse jam dhe unë në terren në një zonë ku përmbytjet vit për vit ose sa herë bie shi, kthehet në një liqen ose një det i bërshon, kthehet një kënet përsëri në zonën e ish kënetës. Dhe si shikoni dhe nga pamjet, besoj që duhet dhe dëgjohet nga zhurma ku ka filluar rebeshi. Njerëzit janë me shpresë që të mos ndodhin përsëri të njëjta situata. E kuptoj. Unë uroj shumë që të mos përsëritet, sepse nuk është çudi, besoj disa masa duhet të jenë marrë logjikisht, por të ndalemi pak tek ajo se çfarë ndodhi nga prokuroria e Durrësit. Ne informacionet e kishim që ka shkuar në SPAK, paktën me atë se çfarë është bërë publike në kohën kur ndodhi. Ndërkohë paralel është prokuroria e Durrësit e cila siç duket do të hetojë këtë çështje. Çfarë do të thotë? Do të thotë që prokuroria e Durrësit ka kërkuar për një dokumentacioni për katës në lidhje me ndërhyrjen në agjinaturën e Lumit Erzen, ku dhe sipas informacioneve të marra prej nesh kanë ngritur dhe disa akuza për shpërdorim të tyre, ku kërkon të hulumtojë dhe të evidentojë të gjitha faktet, sepse ripërsëriten çdo vit të njëjtat histori ku njerëzit të vinë me shpresë nga zoni duke lutur mos të ketë shi, sepse ndodhin përmbytje, ndodhin dëme materiale si për bizneset ashtu edhe banore. Kjo ka qenë një nga ndërhyrjet e prokurorisë, ndoshta e bënuar, por uroj që çështja të zbarret deri në fund që të dalin përpara. Për ju zëveshka, kush është përgjegjës për situatën atje? Dhe ku duhet, ose ku keni pritshmëri që do të përqendrohet prokuroria? Atëherë, prokuroria duhet të bazohet vetëm në faktet dhe të hulumtojë provat. Kjo është përgjegjësia, unë nuk e kam etikën time që të flasë përpara vendimeve të gjyqësorit ose përpara se organit drejtësisë të bëjnë punën e tyre, por mendoj që ka një neglizhencë të theksuar në aspektin e moskryejes së detyrimeve nga ana e organeve zbatuese të administrimit territorit të Durrësit. Nëse ka emër sot, ajo se çfarë ka ndodhur me Durrësin, kush është për ju? A mbetet ajo vetëm tek bashkia, tek kryetaria e bashkisë apo drejtor të sektorëve të caktuar siç janë ndarjet atje, apo edhe biznesi? Dëgjoj, është një marrëdhënie e cila ka vite që shkon në drejtim të paditshëm, po themi, ka paligjshmërisë. Nuk është se është vetëm një person ose vetëm një institucion përgjegjës për situata të tilla, pasi janë jo rrallë herë, por çdo herë që ka problematika me rreshjet, Durrësi jo vetëm zona e Ishkënetës, por dhe qendra e Durrësit pason përmbytje të mëdha, duke penalizuar bizneset, lëvizjen e banorëve dhe përbënte një rrezik në lidhje me jetën e tyre, çka dhe fatkeqësisht ndodhi një viktim gjatë rrethjeve të fundit. Ku është një seri institucione, një mori institucione që vinë për shkak të papërgjegjshmërisë, për shkak të korrupsionit dhe për shkak të një kulture gjërat bëhen sa më të kaluar radhën dhe jo për të shërbyer realisht qytetarëve që gjërat e tilla të mos ndodhin, pasi është një përtaru keq, sepse janë gjëra të ripërsëritura dhe nuk janë risikje ne gjendemi para një aspekti të paparashikuar. A ekziston mundësia që të jetë abuzuar në ndërtimin e agjinaturës? Dëgjoj, për atë çka kemi parë, dëgjuar. Po, se ne nuk e hetojmë dot. Vitet e fundit, unë mund të supozoj që nuk është ndonjë rrezik që të jetë abuzuar. Madje mund të them që është hyrë në një normalitet abuzimi ose aferat korruptive të qeverisë ose bashkëqeverisë me elemente të cilët janë dhe të paligjshëm. Pra nuk është as pak në çudi. Por le të presim zhvillimet e hetimit të prokurorisë dhe uroj që përgjegjësit të dalin përpara përgjegjësisë dhe mbi të gjitha uroj që situata të tilla të mos përsëriten, sepse këtu bëhet fjalë për jetën e njerëzve, bëhet fjalë për përditshmërinë e tyre, për lëvizshmërinë dhe një dëm galopant i kursimit të tyre dhe i bizneseve. Ndërkohë, ju jeni dhe antar, pra, a keni informacione në kuadër të funksionit që keni në Bashkinë e Durrësit, se si është situata tek banorët, a janë dëmshpërblyer ata, apo punohet për këtë? Se në fund ditës janë ata që janë prekur. Dëgjoj, lejoni t'ju them që në dinin time janë marrë masat për të evidentuar dëmet,
por atë që dua t'ju them dhe t'ju them është që nuk janë shkryer akoma dëmet e kaluara. Imagjino se sa kohë do duhet që të dëmshpërblen dhe dëmet të rishtas ose uroj që mos ketë dëmet e të ardhmet. Pra këtu nuk bëhet fjala thjesht për dëmshpërblimin e dëmeve. Këtu duhet diskutohet që të bëhet një punë përshëmbari që situata të tilla të mos përsëriten dhe njerëzit të mos rrinë me frikë në banesat e tyre, bizneset të mos rrinë me frikë sepse dëmtohen materialet dhe ato çfarë ato me mundën e tij kanë krijuar. Kjo është pjesa më kryesore që këtu duhet fillohet të mbahet përgjegjësi dhe të bëhen punët një herë e përshëmbari që njerëzit kenë siguri dhe ta dinë se ku shkon takset e tyre. Çfarë duhet të bërë për të shmangur këtë lloj situate? I ka kapacitetet, i ka mundësitë bashkia që të ndërhyjë? Dhe se duhet të kuptojmë çfarë ka shkaktuar. Absolutisht po që i ka mundësit, absolutisht që duhet ketë ndihmë dhe qeverinë në situatë të tilla, por ajo çka ndodh dhe çka mund të hulumtojmë është që punët nuk janë bërë siç duhet. Kjo nga ana e korrupsionit, nga ana e papërgjegjshmërisë, nga ana e njerëzve jo inkompetent që merren në punë të tilla, këtë nuk di ta them me siguri, por le t'ja lëm prokurorisë. Atë që di t'ju them është që situata ripërsëritet, investimet nuk kanë munguar, por punët nuk janë bërë siç duhet dhe pamjet dhe ato çfarë banorët dhe bizneset kanë vuajtur, flasin qartë që këtu diçka nuk shkon përshëmbari. E kuptoj. Ndërkohë, zëmë Shkaj, kemi shifrat, a ka një regjistër personave të cilët janë prekur, ku është dëmi më i madh? Dëmi më i madh është në zonën e Suktit, Katundër-Ri, zonën e Kënetës, gjithashtu dhe në zonën e Shkozetit. Këto janë zonat më të prekura të cilët kanë pësuar dëme të mëdha në lidhje me banesat dhe me bizneset. Një shifër saktë nuk mund t'ju them, por di t'ju them që këto është pikat nevralgjike ku këtë radhë Lumi Erzen ka vërshuar, çka dhe ka nisur hetimi i prokurorisë në lidhje me ndërhyrjen që janë bërë në argjinaturën e tij, pasi dëmet kanë qenë realisht përtej normale, përtej asaj çfarë mund të parashikohej. Meqense sot është diçiu dhe ne nisëm me këto pamje që na keni sjell sipas këtij komunikimi, ka një alarm atje dhe a ka masa paraprake gjatë këtyre ditëve nëse do të vijojë kështu shill? Uroj të ketë, nuk është se kam vënë re diçka, uroj që mos të ketë situata të tilla, por nuk mendoj që problemet zgjidhen me një të rënd të lapsit në momentet e fundit. Unë uroj që t'i bën gishtin kokës që gjërat të fillojnë dhe të shkojnë realisht aty ku duhet. Por kjo kërkon kohë, pasi këtu bëhet fjalë për një mendësi dhe një filozofi bashkëqeverisëse që vjen nga koka deri e këmbët dhe nuk është pra një diçka që lindi sot. E kuptoj. Faleminderit zoti Mishketa që u bashkuat sot në këtë komunikim në përshëndetje. Faleminderit juve dhe këto flite por nga ftiret e banorëve dhe për të hulumtuar dhe për parë zonën, sepse shiu po përshkron me fjet dhe duke dashur të gjendemi pranë dhe të mos përsëritet situata të tilla. Faleminderit juve si gjithmonë kaq. Faleminderit, punë të mbarë.